Për Ahmet Ismailin nga fshati Sellarci i komunës së Bukovinës, toka nuk ishte thjesht pronë, por një investim jetësor. Për vite me radha i punoi në këtë parcelë me një kontratë koncesioni 30 vjeçare, duke mbjell pemë dhe duke investuar djerse mjete financiare. Mirë po sot, Ahmeti nuk mund t'i vjel as frutat e punës së tij e as të marrë parat që i takojnë me ligj. Me nisjen e punimeve për projektin strategjik të korridorit 8, toka që Ahmeti shfrytëzonte u shpronsua dhe kontrata e tij u ndërprej para kohe. Megjithse pemët janë aty ende, ai e ka të ndaluar t'i shfrytëzojë. Sipas ligjit, çdo investim në tokë shtetërore që merret për interes publik duhet të dëmshpërblehet. Për Ahmetin, kjo procedurë ka përfunduar në letër. Vlerësimi është bërë dhe kompania Bechtel-Enka thuhet se i ka kaluar mjetet në llogarinë e Ministrisë së Bujqësisë. Para një viti na është prish kontrata, shkaku i ndërtimit të autobanit firma Bechtel-Enka që ka marrë punimet, edhe është prish kontrata edhe është marrë për nevojat e autobanit. Edhe brenda kontratës që është pru vendimi se duhet pemtarisht ja dëmshpërblehet. Vlerësimi ja bo nga ana e Ministrisë Bujqësisë, dëmet janë vlerësuar, pagesa bo në Ministrinë e Bujqësisë, paret qëndrojnë në Ministrinë e Bujqësisë, mirë po kaloi një vit, tollat nuk na lëshohen neve që të ngrena sipërfaqe të reja të pemtarishtes, shkasia që nuk lëshohen parat, janë ka ndërhir në ligj, në ligji i tokave bujqësore, ka ndërhir me një ndërhirje që kemë bë, edhe tash nuk përplaset ligjin ndërmjet vetes që nuk kanë drejt të lishojnë ato tolla personave të dëmtuar. Ahmeti thot se as qeveria dhe as ministria nuk po marrin masa, ndërsa ai nuk mund të investojë në ndonjë vend tjetër për shkak të mungesës së mjeteve financiare që duhet i marrë nga dëmshpërblimi. Ne kemi këtë biznis familjar, me shkatrimin e kësaj plantazhe këtu që e shifni, ne kishim ndërmend me ato pare të ngrim plantazh tjetër, mirë po nuk kemi mundësi, ne kemi fillu edhe nuk mund të vazhdojmë shkaku i mjeteve që duhet në lishohen. Me këtë problem ndeshen, nuk ndeshen vetëm une, po ndeshen edhe një masë e madhe tjetër njerëz, edhe nuk zgjidhet problemi, nuk ndërhin, nuk marrën masa qeveria, Ministria e Bujqësisë nuk merr masa, qeveria do me thonë nuk marrën asë një aktivitet për ta zgjedhur këtë problem. Në anën tjetër, Ministri i Bujqësisë Cvetan Tripunovski thot se për herë të parë dëgjon që një bujku nuk i është dëmshpërblyer investimi. Edhe për ministrin, pagesa duhet të bëhet, pasi kjo është rregulluar me ligj. Ako dobro shvatив, прашањето е за инвестицијата кој што имале тоа земјиште, обештетувањето кој што треба да се случи. Видете, во такви случаи се прави проценка на тоа што е инвестирано на самото земјиште, за да може да се направи обештетување на тој кој што го има користено, односно земено земјиштето. Јас прв пат слушам дека има некој проблем во делот на обештетувањето. Меѓутоа, треба се провери дали има некој друг можеби правен проблем за да се тоа реализира. Меѓутоа, она што е по закон, секој кој што му се раскинува договорот, а имал инвестиции, треба да биде обештетен согласно проценката од стручната фела која што би ја направила на тоа земјоделско земјиште. Rasti i Ahmet Ismailit duket se është vetëm maja e icebergut të një krize më të gjerë që po prek fermerët në të gjithë vendin. Ahmeti tha se në të njëjtën gjendje janë edhe 10 pronar tokash përgjatë korridorit 10D. Edhe atje skenari përsëritet. Kontratat shkëputen, vlerësimet kryhen, por mjetet financiare mbeten të bllokuara në labirintet administrative të Ministrisë së Bujqësisë për shkak të ngatresave ligjore.